Kryeplaku i fshat Tito But Gregor Pemaj paralajmëron se banorët mund të dalin në protesta duke bllokuar rrugën kryesore. Kjo pasi janë të revoltuar me situatën e vështirë të përmbytjeve që po kalojnë. Sipas tij, situata nuk po njeh përmirësim, ndërsa dëmet janë të shumta. Këtu janë të përmbytur plot një javë, është përmbytja të tretë. Populli më ka paralajmëruar mua si do dalin protesta, e kam vënë një administrator në Smalit, e do dalin protesta do bllokojmë rrugën kryesore. Se ka shumë hallë, ka shumë domet pa pame. Fusha është komplet e mjellën, serat janë plot me sallata me spinak, fusha është plot e mjellën me anç, parkos, ka luljume mran, ka lakna mran, ka ullim mran, ka pemë dekorative mran, ka tanë vëllë që jeton populli, ka populli mran do. Të vetmi që u vinë në ndihmë banorëve janë forcat e armatosura, ndërsa ndihmat ushqimore kanë munguar pavarësisht të vështirësive të shumta. Forcat armatosura janë gjatë ditë edhe natë. Mos të shikën forcat armatosura po vetë këtë lutmeç. Ata janë punë jashatit vetëm makina ushtrisë, i merr qet edhe i bën përcjell këthe në vend. Asnjë ndihmë ushqimore, as kargosh më na po as më na kjo. Një nga personat që ka patur dëme shumë të mëdha është Bari Meti nga fshati Oblig, ku të mbjellat në 70 dynym që ka marrë me qira janë shkatruar plotësisht. Situata dome është për mu flasë është katastrofike. Gjitha tokat si Zetrej, që i kam me qira, i kam gjitha këta i në fshatin e bët, po thush 72 lëm. 42 lëm kam jonxhe, 6 lëm e gjys laken, 1 lëm e gjys serë, domate edhe spec. 1 lëm e gjys kam speca, fushet që i kam mjellë fush. 6 lëm e gjys kam kalamaq. Mbështetje prej askërkuj. Ai dëm për simjetje nuk rigjenerohet, po ndofta edhe vitin tjetër mas me ekzistu, mu tha. Për hashash vinë, kurse për lakin, për bim tjera nuk e qojnë kryt.